Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, pranë jush do të sjell një histori shumë të dhimbshme, shumë të ndjerë të një zonje 35 vjeçare. Unë që po u shkruaj jam Suada, një zonjë 35 vjeçare nga qyteti i bukur i Vlorës. Jam e martuar prej 10 vjetësh dhe kam 2 fëmijë të mrekullueshëm. Burrin e kam marrë me mblesëri. Nuk është se ndjeja ndonjë dashuri të madhe për bashkëshortin tim, sepse dihet që martesat me mblesëri nuk është se kanë ndonjë dashuri të madhe në mes. Ajo që dua të theksoj është se bashkëshorti im nuk ma ka prishur qejfin kurrë për asnjë gjë dhe nuk mund t'i hidhet atij asnjë faj nga ato që ndodhen në jetën time pasi erdhëm ne në Tiranë. Kemi 3 vite që jetojmë në Tiranë. Kam kuptuar që jetesa këtu është shumë e shtrenjtë, edhe pse mund të jesh në punë të mirë. Im shoq punon në një firmë ndërtimi si inxhinier dhe nuk kam vuajtur ndonjëherë unë nga ai. Nuk na ka munguar asnjë gjë në shtëpi. Unë vetë, për aq kohë sa ne jemi transferuar në Tiranë, nuk kam punuar ndonjëherë dhe për këtë duhet t'ja di për nder vetëm bashkëshortit tim. Kur e mendoj ndonjëherë se si ja kam punuar atij prapa krahëve, më vjen të vras veten. Jam vërtet shumë keq, shumë e penduar për atë se çfarë kam bërë, por kur Zoti t'i merr mend, ndonjëherë t'i merr edhe nuk e se çfarë të bësh. Ne morëm shtëpi me qira diku në periferi të Tiranës, në një lagje shumë të bukur, ndërkohë që në Bregdek nuk e shitëm shtëpinë, sepse nuk vendosëm që do të rinim përfundimisht në Tiranë. Erdhëm vetëm se im shoq donte të më plotësonte gjithçka që unë ndroja, sepse ai gjithmonë ka lënë kokën pas meje. Siç po thoja, lagja ku jetuam për 3 vite ishte një lagje shumë e bukur, e qetë edhe shumë e këndshme. Djemtë i sistemua mirë në shkollë dhe për vete, unë bëja vetëm punët e shtëpisë. E dilja pas diteve në lagje për të takuar ndonjë komshie dhe për të pirë ndonjë kafe. Ajo me të cilën zura më shpejt muhabet ishte një komshie shumë e mirë, e cila jetonte aty me bashkëshortin e saj, me djalin dhe me vjerën. Ishte një zonjë shumë e këndshme, e cila nuk punonte si unë dhe kishim më shumë mundësi që të bisedonim gjatë ditës. Burri i saj kishte një biznes privat, një linjë butikësh dhe siç thoshte ajo, kishte shumë fitime. Ai ishte shumë i mirë, edhe pse ishte vetëm 40 vjeç. Kishte personalitet dhe fjala e tij ishte ligj për bashkëshorten. Ai ishte 10 vite më i vogël se ai, do thënë gruaja e tij. Që kur e pash herën e parë më pëlqeu shumë dhe më erdhën në mendje disa ide dhe fantazi, të cilat nuk i kisha pasur kurrë më parë për asnjëri. Nuk e kuptoj se çfarë po ndodhte, flija dhe shihja në ëndër. Bëja punët dhe me mendjen e kisha tek ai. Kur kujtoja që ai kishte një njeri të mrekullueshëm në krah dhe që për më tepër ai nuk e dinte fare se unë e pëlqeja, më ikte mendja. Im shoq vinte shumë i lodhur në shtëpi, ndërsa unë isha si e përhumbur gjithkohës, duke menduar për komshiun. Dhe më e keqja ishte se ai komshi nuk më kishte dhënë as shenjën më të vogël që më pëlqente. Më kapi edhe mua fiksimi i keq. O do t'i bija në sy komshiut, o s'kishte derman. Nuk kishte moment që ai të ishte në shtëpi dhe unë të mos dilja jashtë të bëja ndonjë punë. Thjesht pretekst për ta parë. Kështu ditë pas dite, edhe javë pas jave, ai sikur mi hytte sytë ndonjëherë, derisa në një ditë rastësisht e takova në rrugë. Kur unë kisha dalë të bëja pazarin, ndërsa ai po vinte në shtëpi, sepse sipas shpjegimit që më dha, pasi më foli, kishte haruar disa dokumente tek dyqaneve që i duheshin patjetër. Pasi u përshëndetëm, më ftoi për një kafe, duke më thënë që kishte respekt për mua. I dukesha gocë familjare dhe mund të bisedonim si 2 të rritur për problemet edhe hallet që shqetësonin të dyja familjet. Nuk mund të besoja që ai më ftoi për kafe,
dhe nuk prita të thoshte për të dytën herë. Sa po u futëm në makinë, ai filloi të më bënte komplimente që unë ndihesha shumë mirë vetëm nga fjalët e tij. Në një moment ai zgjati dorën dhe më përkëdheli flokët. Nuk mund ta besoni çfarë ndjesie më përshkoi trupin tim. Për pak minuta më vonë, mes nesh shpërtheu ai pasioni i çmendur që kishte kohë që lëvërinte brenda shpirtit tim. Por nuk mu desh shumë që ta vërtetoja se edhe ai po ushqente të njëjtin pasion. Bëm dashuri si të çmendur në makinë, në mes të ditës, në një skut te rruga që shkon për në Dajt. Pa e kuptuar, ndodhi ajo që ndodhi. Ai më solli në shtëpi edhe pse pasi u përshëndetëm, secili prej nesh iku në punën e tij. Një orë atë që tek im shoq nuk e kisha ndjerë për 10 vite martesë. E keqa do të vinte më vonë. Sepse pas asaj dite, ai as nuk më foli, as nuk më përshëndeti dhe as syt nuk mi hodhi kur. Përpiqesha ta gjeja në dyqanet e veta dhe të paktën të flisja me të, por ishte e pamundur. As në shtëpi nuk e shihja më, as me të shoqë nuk bëja më muhabet sepse kisha frikë se mos i kishte treguar ndonjë gjë. E doja përsëri, por nuk e pata më kur. Nuk mund të qëndroja më në atë shtëpi dhe në atë lagje, duke ditur se ishte aty dhe nuk donte më t'ja dinte për mua. Më duke i vetja rrugëve që dikush e kishte marrë vetëm për një herë, kishte shfryer qejfet e tij dhe kaq. Mezi e binda ti më shoq të linim shtëpi në Tiranë dhe të ktheheshim përsëri në Vlorë. Tani jam më e qetë, ndihem pak më mirë, po më vjen rënd që e shoh ti më shoqin në sy. Kur ai nuk e diste çfarë mëkati kam bërë unë, çfarë i kam bërë unë atij prapa krahëve. Jam betuar që nuk do të bëj më kur një gjë të tillë. Edhe si kur të vdes. Ju falenderoj që lexuat mëkatin tim dhe nëse më gjykoni, bëjeni sepse e pranoj gabimin e rënd që kam bërë. Suada ka ndarë me të gjithë ne historinë e saj të ndjerë, do me thënë në apartamentin ku ajo ka jetuar në Tiranë me burin e saj, një buri i cili ka qenë shumë i dhënë për familjen, një buri i cili ka qenë kontribues i madh për familjen, një buri i cili ka dhënë maksimumin për familjen. Suada ka dashur të bëjë diçka më shumë. Do thënë që komshia i ka pëlqyer tepër dhe ka bërë gjithçka me komshien. Ajo që unë do të lutesha tek të gjitha këto zonja që po bëjnë fenomene të këtilla dhe që po shkatrojnë familjet dhe më pas pendohen se e kuptojnë që kanë bërë gabimin më të madh të jetës, mos e bëni kur. Sepse gabimi që ju keni bërë është një gabim i pa imagjinueshëm. Dhe ju do të arrini në atë ditë që do thoni ne bëm mëkat ndaj partnerit të jetës. Ne mëkatuam me partnerin e jetës, ne dëmtuam atë. Dhe ne atij i falëm vetëm dhimbje. Dhe kjo dhimbja nuk do ketë më shpjegim dhe shërim. Suada tashmë kërkon një përgjigje prej jush. Çfarë do të bëj ajo? Ajo jeton me turpin që ja ka bërë bashkëshortit, bashkëshorti nuk e ka zbuluar, është kthyer prapë në Vlorë, por ai më tash dyshon te gruaja e tij. Ajo dëshiron mendimin tuaj për gjithë historinë në të cilën Suada kalon.